për ju sot diçka me shumë rëndësi dhe ajo që dua të them, pra ky live, sidomos për ata që vuajnë nga ankthi depresioni, ky live është shumë i rëndësishëm. Shikojeni me vëmendje nga fillimi deri në fund, shikoni çdo fjalë, shikojeni sërish, sepse ka për të ndryshuar shumë. Nëqoftë se është hera e parë që më dëgjoni, shikojeni me vëmendje. Ka disa gjëra të cilat në momentin që i kuptoni, në çastin që i kuptoni, e gjithë jeta juaj do ndryshojë. Por gjithashtu faktikisht kjo është çrregullimet e ankthit po më lodhin. Kjo është për të gjithë ju që keni ankthit, keni depresion, por gjithashtu edhe nëqoftë se është edhe për të gjithë të tjerët, të cilët doni të risillni komplet të gjithë energjinë dhe vëmendjen në trupin tuaj, sepse ankthi dhe depresioni janë ai stadi final. Po çfarë ndodh me të gjithë ne? Pra ky live është për të gjithë. Sepse ajo që ndodh është që bota na merr vëmendjen tonë, na merr asetin më të rëndësishëm. Cili është aseti më i rëndësishëm që ti ke? Çfarë gjë është gjëja më e rëndësishme që ti ke? Dhe ndonjëherë njerëz mund të thonë, është shëndeti, është paraja, është kjo, është ajo. Më e rëndësishme, është koha më e rëndësishme për te çdo gjëje, është vëmendja jote. Aseti më i rëndësishëm është vëmendja jote dhe ajo që ndodh nëse ankthi dhe depresioni, po stresi i përditshëm apo çdo lloj pastaj problematike në jetën tonë, është pasoja finale e keq menaxhimit të vëmendjes tonë, të asetit më të rëndësishëm që ne kemi. Pra, dhe çfarë ndodh? Do jo shpjegoj. Përshëndetje edhe një herë, mirëmbrëma të gjithëve. Unë do i mbyll një moment komentet dhe do vazhdoj me pjesën e shpjegimit. Më dëgjoni me vëmendje sepse ky është çasti, ky mund të jetë çasti i çlirimit tënd përfundimtar. Madje dhe kjo edhe për ju që të cilët, sepse e di që ka shumë veta të cilat janë shëruar nga ankthi, depresioni dhe vinë për të bërë meditim sepse i ngren energji, i jep jetë, i jep forcë, i jep gjallëri gjithmonë më shumë. Kështu që po ka diçka, pra ankthi dhe depresioni është stadi final i keq menaxhimit të vëmendjes tonë. Dhe ajo që ndodh, pra jeta, vim këtu në këtë jetë, e marrim nga fillim, vim këtu në të jetë si shpirt i pastër. Ka ardhur si një bebe vogël, e lirë, e lumtur, e pastër, ke menduar se do krijosh një jetë këtu në këtë tokë. Dhe ke filluar të shohësh çfarë mund të bësh, ke filluar të eksplorosh dhe me kalimin e kohës, çfarë ndodh me kalimin e kohës? Njerëzit fillojnë të lëndojnë. Jeta fillon nuk duket jeta ashtu siç e kishe menduar. Fillojnë ndodhin disa gjëra, fillojnë ndodhin disa ngjarje të cilat të lëndojnë. Njerëz ndodhin nga gjëra nga më të ndryshmet. Njerëzit i kanë ndodhur të gjithëve, braktisin, sulmojnë, të zgënjejnë nga më të ndryshmet, ngjarje nga më të ndryshmet. Dhe të gjitha këto çfarë ndodh? Na tërheqin vëmendjen tonë. Pra vëmendja jonë, në fillim fare vëmendja jote mund të kishte qenë këtu, në zemrën tënde. Imagjino, vjen si shpirt i pastër. Dhe vëmendjen tënde e ke në zemër. E ke në trupin tënd. Pra vëmendja jote po jep jetë trupit tënd. Pra imagjino në fillim, je vetja jote e vërtet, vetja jote më e lartë, vetja jote e lirë nga çdo lloj lëndimi, e lirë nga çdo lloj fjale që mund të thonë të tjerët, e lirë nga çdo lloj ngarkese që të ka dhënë jeta, dhe vëmendja jote, pra aseti jot më i fuqishëm, është këtu, në zemër. Po çfarë ka në zemër? Zemra është vendi, është truri i parë, do thosha unë, është sepse ka një sistem nervor të fuqishëm në zemër. Pra imagjino veten tënde të pa lënduar, e nisim nga fillimi, pa lënduar, dhe je në zemër. Dhe ky është vendi më i fuqishëm për të ekzistuar. Si fëmijët vegjël jemi në zemër, e jetojmë jetën nga zemra. Është truri i parë, them unë, sepse ka një rrjet nervor të fuqishëm në zemër, i cili në momentin që është i aktivizuar,
është për te lëndimeve. Dhe zemra, kur është aktivizuar, kur është harmonike, është e lirë nga gjithçka. Nuk ka frikë, nuk ka dyshim, nuk ka ankth, nuk ka depresion, ka vetëm shpresë për të ardhmen, besim, guxim, fisnikëri, siguri, liri. Dhe zemra do vetëm të krijojë. Brenda në zemrën tënde, këtu në qendër, është ai pasioni, është ajo energjia, është ajo vullneti, është ai gëzimi për të jetuar. Se javës që kaloi folëm për hapjen e zemrës. Po imagjino veten tënde, kur je qenë i vogël, kur je qenë fëmijë, me zemër të hapur, vëmendja jote ka qenë këtu, dhe këtu në zemër, pra shikoni këtë grafikun, është shumë e rëndësishme. Këtu në zemër, këtu është pika 0. Pika 0 në zemër, ose çasti i tanishëm. Pra, imagjino veten tënde në zemër, në çastin e tanishëm, në pikën 0, këtu dhe tani, i lirë nga e kaluara, i lirë nga e ardhmja, dhe ka qenë një moment, pra kur shpirti jot ka ardhur, nuk ka ekzistuar as e kaluar as e ardhme. Dhe ti ke qenë këtu, në zemër. Dhe nga kjo pikë, në zemrën tënde, kjo është pika e krijimit. Kjo është pika, kjo është vendi në zemrën tonë, ku ne synojmë të shkojmë në meditim. Qoftë në momentet kur ne duam të manifestojmë, qoftë kur ne duam të krijojmë një identitet të ri, ndjesi të reja, përjetime të reja, eksperienca të reja. Qoftë kur ne duam të shërojmë veten. Ne, ajo që bëjmë është shkojmë në zemër, në pikën 0, në çastin e tanishëm. Dhe aty ku ne kemi qenë, ku është shtëpia jonë, aty ku lidhemi me burimin, ku lidhemi me burimin e dashurisë. Pse? Sepse nga ana neurologjike, ne e kemi matur në retreat, po gjithashtu ka kërkime shkencore tani pafund, që në momentin që vëmendja jo shkon në zemër dhe ndodh një ndryshim i rrahjeve të zemrës, pra ka një harmonizim të rrahjeve të zemrës, në çastin që vëmendja shkon në zemër, ka një transformim biologjik. Dhe ajo që ndodh, është zemra fillon harmonizohet. Dhe dërgon një valë te sistemi nervor, dhe truri ndryshon. Fillon tani truri të ndjek valët elektrike të zemrës. Dhe truri merr informacion nga zemra që jemi të sigurt, jemi të mbrojtur. Dhe truri fillon i fshin mendimet negative. Fillon dhe lirohet nga gjithçka, nga çdo ngarkesë. Dhe gjithë sistemi nervor është në paqe, është në harmoni. Dhe këtë bëjmë bashkë. Të gjithë vëmendjen, sepse çfarë ndodh, gjithë vëmendjen nga e kaluara, nga e ardhmja, nga njerëzit, nga bota, e sjellim këtu sepse vëmendja është aseti jot më i fuqishëm. Dhe dua që sot secili nga ju të marrë një vendim, sepse nuk është fjala vetëm për ata që vuajnë nga ankthi, depresioni, apo jo vetëm për ata që vuajnë nga një sëmundje dhe duan një shërim, po për të gjithë. Për të gjithë, sepse ajo që ne kemi ardhur këtu të shprehim veten, mund të bllokohet nga dërgimi i vëmendjes tonë nga zemra në gjithë botën, në të kaluarën dhe në të ardhmen. Dhe çfarë ndodh? Sidomos për pjesën e ankthit dhe depresionit, ne kemi raste pafund të shërimit, të ankthit, të depresionit, shërime të cilat kanë qenë madje edhe shumë, sepse mua më pyesin sa kohë do, ka patur dhe shërime edhe shumë të shpejta, për shembull në trajnimin 6 javor, ka ndodhur dhe shërime dhe brenda 6 javëve. Njerëzit kanë lënë ilaçet të cilat i merrin prej 15 vitesh, njerëz të cilat vuajnë nga ankth, depresion edhe prej 15 vitesh, 20 vitesh, kanë arritur që t'i lënë, kanë arritur që të shërohen, të çlirohen përfundimisht. Dhe në fillim është shumë e rëndësishme të kuptojmë se çfarë ndodh. Pra, është një keq menaxhim i asetit ton më të rëndësishëm, i vëmendjes ton, sepse kjo botë
kjo botë, bota po lufton për vëmendjen tënde. Të gjithë duan vëmendjen tënde. Puna do vëmendjen tënde, televizori do vëmendjen tënde, reklama duan vëmendjen tënde, shefi do vëmendjen tënde, familja do vëmendjen tënde, të gjithë duan të marrin pak nga ajo vëmendja jote. Dhe ne, duke qenë se nuk e dim këtë gjë, sepse asnjë nuk na ka mësuar që aseti më i rëndësishëm ka qenë vëmendja jonë. Kemi çuar vëmendjen gjithandej, kemi dhuruar vëmendjen tonë. E ke dhuruar vëmendjen punës, njerëzve, kolegëve, shoqërisë, e ke dhuruar vëmendjen, ke qëndruar ndonjëherë me orë të tëra duke parë televizor më përpara, ndoshta tani jo. Kemi çuar vëmendjen tonë tek familjarët, ndoshta normal që kanë nevojë, dhe nëse kanë nevojë, normal që duhet të çosh vëmendjen një moment, po kur rikthehesh, ta marrësh sërish vëmendjen me veten tënde. Te vetja jote. Po ne japim vëmendjen dhe vëmendja jonë ngelet. Ngelet te puna, ngelet tek familjarët, ngelet tek ai personi që foli keq, vëmendja jote ngelet tek ai që të lëndoi, të braktisit, të tha atë fjalën që s'doj të ta thoshte, te ai konflikti, vëmendja jote ngelet. Dhe brenda, në zemrën tënde, nuk ka më energji. Çfarë ndodh? Vëmendja jote shkon dhe udhëton gjithandej. Gjithandej shkon udhëton. Dhe imagjino edhe kur uleni në meditim, sa shumë mendime që kemi. Dhe nuk është problem, mund të keni mendime në meditim, mos e gjyko veten. Rëndësika e ta sjellësh sërish vëmendjen tek fjalët që them. Ta sjellësh sërish vëmendjen tek vetja jote. Dhe meditimi, pra ajo që bëjmë në meditim, ne risjellim tek vetja jonë, në zemrën tonë, asetin tonë më të madh, vëmendjen tonë. Sepse të gjithë duan vëmendjen tënde. E gjithë bota, e gjithë jeta do vëmendjen tënde. Dhe vëmendja jote, atje ku shkon vëmendja jote, ajo gjë zhvillohet gjithmonë më shumë. Nëse vëmendja jote shkon në një problem, ai fillon edhe, e keni vënë re sa më shumë, ndonjëherë përpiqesh të zgjidhësh gjëra, të përpiqesh të sikur bëhet më e koklavitur. Vëmendja jote ngelet ndonjëherë te problemet, tek sfidat, tek njerëzit që na acarojnë, te konfliktet që kemi patur. Dhe njerëzit e largojnë energjinë e tyre vitale nga trupi i tyre, nga zemra e tyre. E largojnë, ikën vëmendja, ikën sa ndej këtej. Dhe ngelet. Dhe brenda, çfarë ndodh në zemrën tënde? Nuk ka më energji. Sepse zemra jote, ajo e cila të jep dashurinë, të jep falenderimin, të jep lirinë e brendshme, është zemra ajo. E cila të jep shërimin, çlirimin, është zemra e cila të lidh me intuitën. Po e mbyll këtë, që mos t'ju shpërqendroj. Është zemra ajo që ju lidh me intuitën, ju lidh me burimin, ju lidh me dashurinë, ju bën të ndjeni, të përjetoni mrekulli. Këtu, nëse këtu ka energji, nëse këtu ka vëmendje, atë në jetën tënde do kesh gjithçka, sepse do të fillosh të krijosh nga këtu. Pra nga këtu. Po çfarë ndodh? Në zemër, si tham, këtu është pika 0. Këtu është pika 0, këtu është çasti tanishëm. Por, pra kur shpirti vjen, është në zemër, është në pikën 0, është në përjetësi, kjo është vendi i përjetësisë. Është vendi ku buron i gjithë krijimi. Këtu ku janë gjithë realitetet, fusha kuantike. Porta për në fushën kuantike. Ku lidhesh me çdo krijim që ekziston. Por çfarë ndodh? Se këtu nëse shpirti është këtu, shpirti është i lirë. Shpirti nëse është këtu vëmendja, ti je i lirë. Se ti je i lidhur me fushën kuantike, je i lidhur me potencialet infinite, je i lidhur me çdo realitet që ekziston. Dhe mjafton ta ndjesh atë realitet që ekziston dhe atë realitet e përjeton, sepse je i lidhur me të. Sepse shpirti është i lirë kur është këtu. Nuk është i burgosur. Po pse shpirti është i burgosur? Dhe do kuptoni shumë nga jo, do kuptoni pse disa njerëz nuk manifestojnë dot. Sepse po ti je këtu, je i lirë, manifeston direkt.
Je i lidhur me fushën kuantike, me potencialet infinite, me burimin, me dashurinë pa kushte. Je i plot, absolutisht, je i plot ke gjithçka. Si mund të mungoj diçka kur ti je i lidhur me gjithçka? Si mund të mungoj diçka? Të mungon asnjë gjë. Je i plot. Dhe këtu manifeston gjithçka. Këtu është shpirti i lirë. Por shpirti burgoset. Pse burgoset? Sepse nga vëmendja që ju thash, që ju tregova. Këto janë gjëra shumë e rëndësishme që po ju tregoj. Nuk ja u tregon asnjëri në këtë lloj forme se do i dëgjoni sot. Ky live është me shumë vlerë, është një seancë më vete. Kushtoj rëndësinë e dur, sepse unë po punoj me ju dhe dua që ju të punoni me mua. Pra kjo është shumë e rëndësishme. Dhe ndonjëherë e di që persona që vuajnë nga ankthi, depresioni, mendja u shkon në të gjithandej, sepse jemi stërvitur që vëmendjen ta çojmë gjithandej. Po dua që sot të jesh këtu me mua, në këtë çast këtu me mua, që ta kuptosh se çfarë ndodh me shpirtin, çfarë ndodh me ne, me sistemin nervor, sepse reflektohet pastaj. Reflektohet në biologji, reflektohet në fiziologjinë tënde, në biologjinë tënde, reflektohet në mendimet dhe ndjenjat e tua. Çfarë ndodh? Këtu kemi dy shigjeta. Pra këtu është pika 0, se këtu është liria. Këtu ti je i lirë, po të arish të shkosh në zemër. Je i lirë. Por çfarë ndodh? Vëmendja jon shkon herë tek e kaluara dhe kur vëmendja shkon tek e kaluara, njerëzit bien në depresion dhe kanë mendime nga e kaluara, pse ndodhi kështu, pse ndodhi ashtu, si ma tha atë gjë. Mendojnë për jetën e tyre, për traumat që kanë ndodhur, për ngarkesat emocionale, për ngjarjet që kanë ndodhur dhe gjithë ajo ngarkesë nga e kaluara janë si syze të zeza. Edhe vetëm e shohin realitetin ashtu. Ju erret komplet gjithë jeta përpara, kur nëse shohin të ardhmen me sytë e së kaluarës, shohin ato sytë me ato syzet e zeza të errta dhe realiteti i ardhme pastaj u duket e errët, por nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Të ardhmen mund ta bësh si të duash ti, ta siguroj. Kam para shumë vitesh, edhe unë kam qenë në këtë situatë. Unë kam pasur dhe depresion, të dyja bashkë. Kam pasur edhe ca gjëra të tjera. Jo ulcer dhe 1 milion gjëra të tjera. Dhe ajo që më shpëtoi ishte faktikisht me Marvinin kemi krijuar një formulë dhe ndjekja e kësaj formule më ka shpëtuar. Asnjë gjë tjetër nuk më ka ndihmuar, sepse jam përpjekur të bëj çdo lloj gjëje, asnjë gjë nuk më ka ndihmuar përveç formulës që e kemi krijuar bashkë me Marvinin, duke marrë gjërat më të rëndësishme të transformimit fiziologjik, dhe shpirtëror, njëkohësisht. Kemi bashkuar dhe meditimin me shkencën. Dhe kjo është gjëja më e mirë që mund të bësh. Tani, çfarë ndodh? Dhe në trajnim, në momentin që, sepse ne i marrim njerëzit aty, i marrim nga fillimi. Unë jam, ndoshta këtu mund të flas, edhe më dëgjon një moment, ndoshta motivohesh, edhe nuk e di se pastaj se ku shkon, nuk e di se çfarë bën. Nuk e di nëse i ndjek ose jo ato që po them. Po në trajnimin 6 javor, për shembull, unë jam me njerëzit aty, edhe komunikoj me mesazhe ditë për ditë, dhe i orientoj në proces, sepse procesi është i vështirë. Dhe unë e di që se çfarë bëjnë ata çdo ditë, se u dërgoj ushtrime të ndryshme, u dërgoj mesazhe të ndryshme, secilit më vete, secili ka ato kërkesat specifike, dhe unë e di që në momentin që unë ato formule zbatoj tek ata persona, ata kanë efekte. Dhe kemi patur në momentin që është zbatuar si teknikë janë shëruar, kanë lënë ilaçet, nga depresioni kanë përjetuar lumturi të thellë, transformim në familje, transformim jo vetëm në familje, por në mënyrën se si kanë marrëdhëniet edhe me fëmijët madje. Nuk ja acarojnë më fëmijët, kanë një marrëdhënie shumë të mirë me ta. Kemi patur raste që fëmijët, një vajzë kishte ikur nga shtëpia dhe pastaj i rikthehet sërish dhe rregullon marrëdhënien me të. Kemi patur raste, ishte një vajzë, se po ju them këto raste sepse ju ndihmojnë të kuptoni që është e mundur. Kur ndiqet procesi është e mundur. Ishte një vajzë e cila vuante shumë nga ankthi. Pra kishte një ankth shumë të fortë prej vitesh, me atake paniku,
Dhe ajo që i ndodhi asaj ishte se ajo ishte e lidhur në atë kohë, por që personi me të cilin ajo ishte e lidhur nuk mundi do të ta përballonte atë situatë. Ai nuk mundi do ta përballonte që ajo kishte kaq shumë ankth dhe kaq shumë atake paniku, dhe e la. Dhe në atë moment tha Artemis çfarë të bëj. Dhe ishte ndoshta momenti i saj më i ulët në atë periudhë. Dhe i thash që ky është momenti. Ky është momenti i shërimit tënd, ky është momenti i çlirimit tënd. Sepse në atë çast që ti përballesh me ato gjëra që ndoshta ishte përpjekur gjithë jetën që të mos të ndodhen. Ishte përpjekur të mos të braktisin dhe të braktisën. Edhe ndoshta është diçka që ndodh her pas here. Çfarë të bësh në atë moment? Dhe e di që të gjithë duam dashuri, të gjithë duam pranim, të gjithë duam mirëkuptim, të gjithë duam që njerëzit na mbështesin. Edhe kjo është një nga nevojat primare, është nevojë njerëzore. Njerëzit, ne nuk jemi krijuar të jetojmë vetëm. Ne jemi krijuar të jetojmë në shoqëri, në kolektiv, dhe të mbështetemi nga kolektivi. Dhe kjo është e natyrshme. Po për fat të keq në kohët e sotme, mënyra se si është organizuar shoqëria, mënyra se si njerëzit shkojnë pas gjërave sipërfaqësore, shumë e vështirë ta marrësh këtë gjë. Të jesh në një ambient ku ti je plotësisht i lirë, i mbështetur, i dashur, ku ke gjithçka, shumë e vështirë. Atëherë çfarë të bësh? Gjëja më e rëndësishme është që ti t'i japësh vetes dashuri. Ti t'i japësh vetes dashuri. Ta kuptosh se mundesh ta bësh këtë gjë. Mundesh që në momentin që ti lidhesh me zemrën tënde, t'i japësh vetes një mbështetje aq të madhe, një dashuri aq të madhe, një fuqi aq të madhe, sa të te kaloj çdo lloj dashurie, mbështetje që mund të kesh marrë nga jashtë. Dhe ajo që ndodh pastaj në momentin që ti ja jep vetes të pranim dhe dashuri, ajo do vi. Ajo do vi, të siguroj që do vi. Dhe ajo vajzë bëri këtë gjë. Ishte shumë e vështirë, ishte një moment shumë i vështirë, po imagjino dhe çastin më të vështirë, kur je në mes të furtunës, kur çdo gjë rreth rrotull teje të thotë se nuk je i pranuar, nuk të duroj dot më kështu, kur jeta të tregon komplet të kundërtën. Imagjino çfarë fuqie dhe çfarë force mund të arrish brenda teje. Nëse ti ndërgjegjësohesh në atë moment, se ti je personi më i rëndësishëm për veten tënde, për jetën tënde dhe në jetën tënde. Dhe ti ke fuqinë e plot që ti japësh vetes pranim, ti japësh vetes dashuri, ti japësh vetes mbështetje. Dhe në momentin që ti e bën këtë gjë, të siguroj se mund të te kalosh gjithçka. Dhe këtë gjë ajo e bëri. Ishte e vështirë, po qëndroi aty. Dhe e fali veten, e fali jetën, sepse është diçka. Ndonjëherë themi përse nuk arrim dot. Përse nuk arrim dot, sepse është ky grafiku. Ka shumë njerëz që nuk e arrin dot, nuk ja dalin dot. Çfarë ndodh? Në qoftë se vëmendja jote është në të kaluarën dhe vuan në depresion, por në qoftë se vëmendja jote është në të ardhmen, atëherë ke ankth. Pra në qoftë se vëmendja është në të ardhmen, shqetësimet e së ardhmes, ke ankth. Në qoftë se është vëmendja në të kaluarën, ke depresion. Pra vëmendja është e ndarë në kohë. Pra ke nevojë për kohë. Më dëgjoj me vëmendje, është shumë e rëndësishme. Ke nevojë që koha të ekzistojë. Pra ke nevojë që e kaluara të ekzistojë dhe ardhmja të ekzistojë. Dhe vëmendja jote ndahet midis këtyre të dyjave, ndahet. Dhe ajo që ndodh, shpirti ngecet në kohë. Shpirti ngecet në kohë. Shpirti ngecet ose në të kaluarën, ose në të ardhmen, ose në të dyja njëkohësisht. Dhe kjo është burgosja e shpirtit në kohë. Dhe kur ne vim këtu si shpirti pastër,
ne jemi në zemër, ne jemi në pikën 0, në çastin e tanishëm, në përjetësi. Dhe shpirti është i lirë në kohë, i lirë nga koha. I lirë nga koha. Dhe kur shpirti është i lirë nga koha, shpirti është i lidhur me veten e tij të vërtet. Ti je vetja jote e vërtet. Çfarë është vetja jote e vërtet? Nuk është gjë tjetër veç se ti i lirë nga lëndimet. Pse je i lirë nga lëndimet? Sepse këtu, në këtë moment, në këtë çast, je i lirë nga koha, i lirë nga e kaluara, i lirë nga e ardhmja. Dhe ato nuk ndikojnë tek ti. Ti je i lirë nga ato. Po në qoftë se vëmendja jote shkon ose në të kaluarën, ose në të ardhmen dhe ngec aty, po ngecë aty, shpirti burgoset. Pra, burgoset dhe ka koordinata të caktuara. Ngecet si ajo flutura, ato këmbët, nëse i bëhen asaj fluturës me ngjitës, edhe ngjitet aty. Ngjitet, se ato ngjitësat që përdorin për të kapur ato fluturashkat, që i vendosin në përdollape, kush i përdor ato, dhe të ngjiten ato fluturashkat, njësoj dhe shpirti ngjitet aty. Sepse mendimet, emocionet, janë aty, në të kaluarën ose në të ardhmen. Dhe në qoftë se shpirti ngecet aty, ngecet në ato koordinata, nuk ka mundësi të krijojë. Nuk ka mundësi të manifestojë, sepse është larg nga qendra e krijimit. Larg nga qendra e krijimit. Kjo është arsye pse shumë veta nuk manifestojnë dot, nuk krijojnë dot diçka të re, kanë shumë të vështirë të lëshojnë diçka dhe të krijojnë, sepse kanë krijuar koordinata. Dhe çfarë ndodh kur krijon këto koordinata? Ato janë shina. Ato mendime, ato emocione, janë shina treni. Dhe ky shpirt ka këto shina treni. Edhe është në këto shina. Dhe kjo është ajo që quhet fat, që njerëzit thonë që fati është i shkruar. Fati janë thjesht ato shina që shpirti është i kapur dhe treni do kalojë në këto shina. Dhe fati do realizohet dhe do ndodh. Dhe shpesh e ardhmja, shpesh duket si e kaluara, shpesh ngjarjet përsëriten. Atëherë ajo që ne po bëjmë, kjo është një punë e shenjtë. Kjo është një punë e shenjtë. Ajo që ne po bëjmë është puna e shpirtit. Është çlirimi i shpirtit. Nga burgosja. Nga burgu i botës tridimensionale. Nga burgu i këtij realiteti. Sepse mund të krijojmë çdo lloj gjëje për të cilën e ndjejmë në zemër. Por shpirti ka nevojë të jetë i lirë. I lirë nga e kaluara, i lirë nga e ardhmja. Nëse je në të kaluarën vuan nga depresioni, nëse je në të ardhmen nga ankthi. Nëse i ke të dyja, atëherë vëmendja është e ndarë në të dyja. Tani si të çlirohemi? Si ta çlirojmë shpirtin? Sepse ajo që ndodh nëse largohesh nga zemra, zemra fillon humb koherencën, humb harmoninë brenda. E kemi matur gjithashtu ka mungesë të theksuar harmonie në rrahjet e zemrës. Kjo i përçohet trurit, sistemit nervor. Truri fillon humbet harmoninë, sepse truri dhe zemra janë të lidhur. Humbet harmoninë truri, fillon mendimet negative dhe trupi humbet balancën. Me kalimin e kohës sa më shumë që ne vëmendjen ta çojmë tek e kaluara ose te ardhmja, sa më shumë që ne të largohemi nga vetja jonë, aq më shumë zemra do humb koherencën, truri do humb koherencën, trupi pastaj do humb balancën, do shfaqen simptoma, do shfaqen sëmundje. Dhe kjo është gjë më e rëndësishme që keni nevojë të kuptoni. Dhe rikthimi tani. Përse është i vështirë rikthimi? Përse është e vështirë që njerëzit të rikthehen? Dhe çfarë ndodh kur rikthehen? Përse është kaq e vështirë? Se ka njerëz që thonë Artemis kam bërë çdo gjë dhe nuk ja dola dot. Dhe unë I them, nuk është e vërtet. Nuk e bërë çdo gjë. Nuk e bërë çdo gjë, sepse po të kishe bërë çdo gjë, po të kishe bërë vërtet çdo gjë, po të kishe ndjekur këtë formulë,
Këtë që do ju them. Dhe që aplikojmë në trajnime, aplikojmë në ritrita. Ajo që ndodh në ritrit është çlirimi i shpirtit. Në trajnime dhe në ritrit, ajo që ndodh me ne, sepse unë flas për trajnime dhe ritrite sepse e shoh tamam, flas me personat, i ndjek hapasapje, shoh se çfarë ndodh. Dhe ajo që ndodh është çlirimi i shpirtit. Rikthimi i shpirtit çlirohet nga e kaluara, çlirohet nga e ardhmja, rikthehet vëmendja në zemër, rikthehet energjia në zemër, rikthehet fuqia komplet brenda teje, hapet zemra, komplet e gjithë energjia përshkon trupin, trupi mbushet plot me energji, plot me jetë, dhe më në fund shpirti është i lirë. Dhe njerëzit ndihen të çliruar përfundimisht dhe plotësisht. Po normalisht do puna është e përditshme, sepse vëmendjen mund të ta marrin kur të duash ti. Puna është e përditshme, po e kuptove një herë, e kupton gjithmonë. Po pe një herë, nuk mund të bësh sikur s'ke parë më. Po e kuptove një herë, s'mund të bësh më sikur s'e kupton më. Dhe është po e bëre një herë, e bën prapë. Çfarë ndodh? Pra si të dua t'ju mësoj se kjo është punë e shenjtë. Dhe qëllimi im dhe i Marvinit është t'ju mësojmë të hapni zemrën, pra të çlironi shpirtin tuaj. Nga ato koordinata, nga ato shina, dhe të zgjidhni ju për veten tuaj se në çfarë shinash do vendosni ju për veten tuaj, se çfarë jetë do keni ju për veten tuaj, mund ta vendosni. Absolutisht, nuk jemi viktima të asnjë lloj realiteti. Dhe mos dëgjoni ata që ju thonë se jo se nuk bëhet, jo se nuk bëhet se kanë bërë dot. Edhe kanë hequr dorë. Kanë hequr dorë, nuk e kanë pranuar dot veten. Kjo është e vërteta. Sepse çdo gjë realizohet. Edhe në qoftë pra, si e thash kur më pyesin Artemis kam bërë çdo gjë dhe nuk po funksionon, po ndodhin prapë të njëjtat gjëra si t'ja bëj. Dhe unë i them që nuk ke bërë çdo gjë. Sepse ajo që ndodh në momentin që ti rikthen vëmendjen brenda teje, e rikthen vëmendjen këtu, e sjell vëmendjen në zemrën tënde. Dhe në çastin që ajo zemër hapet, në momentin që ajo zemër hapet dhe ti ndjen çlirimin e sistemit tënd nervor, ti ndjen çlirimin e trupit, ti ndjen energjinë brenda teje, ti ndjen lidhjen, në çastin që ti ndjen lidhjen me burimin, lidhjen me dashurinë infinite. Dhe kur ajo dashuri të mbush trupin tënd, kur ai sistem nervor harmonizohet, kur vjen balanca brenda, ku ti je në balancë totale. Pra në çastin që ndodh balanca, ndodh lidhja me burimin, hapja e zemrës, ajo që ndodh është që ti fal përfundimisht, fal gjithçka. Ato janë lot falje, ato janë lot gëzime, ato janë lot falenderime. Dhe falja ndodh brenda teje, sepse shumë ju thonë për shembull që ju duhet të falni. Ti duhet të falësh, ti duhet të falësh të tjerë, duhet të falësh ata që të lënduan, të falësh ata që të sulmuan, të falësh ata që të bën padrejtësi. Po si mund të falësh në qoftë se trupi jot është në dhimbje? Nuk e bën dot. Mund të falësh vetëm në qoftë se falja ndodh. Mjafton që të jetë qëllimi, pra mjafton që është shumë e rëndësishme që njeriu ta ketë qëllimin e pastër, që po unë dua të lirohem nga kaluara. Ti në këtë moment që je këtu në këtë çast, ke qëllimin e pastër, ke synimin e pastër. A do vërtet të lirohesh përfundimisht, a do të lirohesh nga kaluara, të çlirohesh komplet, të çlirohesh përfundimisht, qoftë edhe nga streset e përditshme. A ke dëshirë të lidhesh me zemrën, të lidhesh me dashurinë, të lidhesh me burimin? A ke dëshirë të lirosh shpirtin tënd, të krijosh, pastaj të zbulosh se çfarë mund të krijosh? Si është të jetosh nga zemra, si është të jetosh nga pika zero? Si është ajo ndjesia kur shpirti është i çliruar? Dhe si është ajo ndjesia kur unë mund të vendos në çfarë shinash do eci? Jo e kaluara ime. Dhe nëse brenda teje është qëllimi pastër për të falur.
në qoftë se brenda te je këtu me zemër të pastër, je këtu me zemër të hapur, ose me qëllim për të hapur zemrën, me qëllim të pastër për të hapur zemrën, atëherë falja do ndodh natyrshëm tek ty. Dhe me falje nuk dua të them që ata persona që të kanë lënduar, ti tani i takon, edhe i thua që unë të fal ty, edhe tani hajde si në fillim. Jo, nuk ka të bëjë, madje ata persona mund të mos ekzistojnë më, ata persona mund të mos jenë aty, mund të mos t'i shohësh më në jetën tënde dhe është plotësisht okay. Mund të kesh vendosur kufi. Falja nuk është që unë tani vendos dhe unë do të fal këtë dhe unë e fala këtë dhe tani kaq ishte. Jo. Falja ndodh. Pra në momentin që sistemi jot harmonizohet, që ajo zemër hapet, që ti lidhesh me dashurinë, falja ndodh brenda teje dhe ti fal automatikisht, ti fal veten. Automatikisht ndodh falja e vetes. Për çdo gjë që mund ta kesh kritikuar veten përpara, mund ta kesh ngarkuar veten me 1 milion fjalë. Çfarë si ke bërë vetes tënde? Në atë moment ndodh falja. Dhe ti e do shumë veten tënde. Ke një dashuri aq të madhe, ke një çlirim aq të madh brenda teje. Ndodh i fal të tjerat, i fal. Jo se do të afrohesh prapë me ta, po i fal në kuptimin që brenda teje i thua, ai sulmi që më bëre, ai konflikti që pata me ty, ajo braktisja që ndodhi, ai di çfarë? Nuk më prek më, nuk më ndikon më, nuk më helmon më shpirtin, nuk më burgos më shpirtin. Atë moment ndodh falja. Dhe kur ndodh falja e atyre njerëzve që të lënduan, atë konflikte, dhe sidomos kur ti fal vetë jetën për gjërat që të kanë ndodhur. Dhe ti thua, çdo gjë që më ka ndodhur nuk po më prek më. Çdo gjë që më ka ndodhur brenda meje nuk po ndiej më burgosje nga e kaluara ime. Brenda meje unë jam i lirë. Sot unë jam i lirë. Kjo është ndjesia. Ndodh falja. Dhe në atë çast shpirti çlirohet nga e kaluara. Shpirti çlirohet nga e kaluara. Dhe lirohet nga depresion. Në atë moment do të falja. Automatikisht, fal veten, fal njerëzit, fal jetën, fal gjithçka. Dhe thua, o Zot, ajo ngjarje që më ndodhi, ajo gjë që më ndodhi, e kuptoj tani, kishte një arsye, kishte një qëllim. Dhe mos dëgjoni ata që ju thonë se gjërat nuk kanë asnjë qëllim pse ndodhin. Kanë një qëllim. Çdo gjë ka një qëllim. Jemi këtu, shpirti jonë është këtu, me ndërgjegje të plot, me vullnet të plot. Dhe shumë nga ne i kemi zgjedhur sfidat, kemi zgjedhur gjërat, kemi zgjedhur situata në të cilat do kalojmë. Sepse e dim që vetëm ato lloj situatash, vetëm ato lloj ngjarjesh mund të na çojnë drejt hapjes së zemrës. Dhe të lidhjes me burimin. Sepse shpirti e ka një merak. Ka një merak kur vjen këtu. Ato janë ngjarje të cilat ndoshta nuk ka arritur dot deri tani ti përpunoj. Ndoshta nuk ka arritur dot deri tani që kur ndodh ajo ngjarje të mos reagoj. Ose të reagoj me dashuri. Të kthej vëmendjen tek vetja, të kthej vëmendjen tek dashuria, të tregoj që unë jam fisnikëria, unë jam dashuria. Dhe ka thënë, okay, do kthehem sërish. Do vi këtu në këtë tokë. Do e përjetoj atë ngjarje. Dhe në çastin që do e përjetoj atë ngjarje, unë do kujtohem për fuqinë time, unë do kujtohem për forcën time, unë do kujtohem për madhështinë time, do kujtohem për fisnikërinë. Dhe do e shoh me sy tjetër. Dhe sonte do bëjmë një meditim
për shërimin e ankthit dhe të depresionit. Po do ju ngri aq lart, do ngrihemi aq lart. Do lidhemi me zemrën, do lidhemi me burimin, me dëshurinë, do lidheni me veten tuaj të vërtet, me shpirtin tuaj, do ngrihemi aq lart. Do lidhesh me atë pjesë tënde që është madhështore, që është e lirë përfund, që është e lirë nga çdo lloj lëndime. Do lidhesh me atë pjesë tënde që ka marrë vendimin për të ardhur këtu, me atë pjesë tënde që ka marrë vendimin për të kujtuar që është fisnikëri, që është madhështi, që është dashuri. Do lidhesh me atë pjesë tënde që është kaq e fuqishme, sa mund ta shohë gjithçka nga lart. Dhe ajo që do ndodh, do ndodhë rikthimi në zemër, rikthimi në pikën 0. Lidhja me dashuri, çlirimi përfundimtar. Kjo është gjë e rëndësishme. Dhe çfarë ndodh? Pra si e thash, ndodh falja. Dhe njerëzit thonë, ajo ngjarje që ndodhi. Jam kaq falendërues për atë që ndodhi, sepse më ndihmoi që të hapja zemrën. Në qoftë se nuk do kishte ndodhur ajo ngjarje, nuk do e kisha përjetuar kur se çfarë do të thotë të hapër zemrën. Dhe hapja e zemrës nuk është gjë tjetër veç se çlirimi i shpirtit nga burgu, i së kaluarës dhe i së ardhmes. Dhe çfarë ndodh nga ana tjetër, si çlirohet shpirti nga frikrat për të ardhmen, sepse kemi shumë frikra për të ardhmen. Kemi frikra për të ardhmen sepse, si e thash, prap vëmendja jon. Bota të merr vëmendjen gjithandej. Bota të ka bërë të besosh se është një vend i pasigurt dhe është një vend i rrezikshëm, nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Bota është kaq e sigurt, ka kaq shumë njerëz në këtë botë që po ngrejnë biznese, po krijojnë familje, janë në shtëpirat e tyre, janë rehat në divan, janë të shëndetshëm, janë të lirë. 99% e popullsisë janë shumë mirë. Po nuk duket, pse? Sepse lajmet nuk do ndiqeshin aq shumë nëse do tregonin suksese. Lajmet ndiqen sepse tregojnë tragjedira të ndryshme, sepse tërheqin njerëzit me frikë. Po ato gjëra që ndodhin nuk janë të zakonshme. Çfarë është e zakonshme? Është që ti jesh në divan, ti jesh rehat. Ti jesh ulur në shtëpinë tënde, ti jesh rehat. Kjo është e zakonshme. Ti jesh i sigurt, ke një çatim mbi kokë, je i sigurt. Ke për të ngrënë, ke ujë për të pirë, je i sigurt. Ka kaq shumë njerëz që janë duke krijuar biznese, familje, një jetë të re. Po nuk e dëgjoni këtë histori. Nuk i dëgjoni këtë histori, prandaj mblidhemi këtu që ti tregojmë këtë histori. Tregojmë sa më shumë dhe un kam qindra mesazhe çdo ditë, njerëz që më thonë jeta ime është transformuar. Unë po jetoj i lirë, po jetoj këtë, po jetoj atë, kam shkuar këtu, kam fituar këtë punë këtu, kam fituar këtë, është jashtëzakonshme. Dhe shpesh e mbajnë për vete, sepse është diçka që kanë krijuar për veten e tyre dhe mbajnë për vete, dhe është plotësisht normale. Po njerëzit dëgjojnë vetëm hallet, vetëm problemet. Takojnë me njëri tjetrin dhe ndajnë vetëm hallet dhe problemet, por nuk është jeta vetëm ashtu. Ka kaq shumë gjëra të bukura në këtë jetë. Atëherë çfarë ndodh? Frika për të ardhmen. Pse shpirti bllokohet? Kur shpirti bllokohet në të ardhmen nga frika, atëherë ngec në ankth dhe aktivizohet sistemi nervor simpatik. Aktivizohet sistemi nervor simpatik dhe personi ka mungesë besimi, nuk beson më te jeta. Ka mungesë besimi, mungesë siguri, nuk është i sigurt, nuk është i mbrojtur, nuk është i mbështetur, dhe këto janë ndjesi brenda teje. Janë ndjesi, mungesë besimi, sigurie. Dhe do ju them diçka. Do ju them diçka me shumë rëndësi. Edhe për manifestimin, në qoftë se doni të manifestoni diçka, të krijoni diçka për të ardhmen, ajo që do manifestoni, ajo që doni të krijoni, neve nuk manifestojmë asnjëherë diçka që na bën të ndihemi të pasigurt.
ne manifestojmë vetëm gjërat që na bëjnë të ndihemi të sigurt. Pra në qoftë se doni të manifestoni, doni të krijoni një jetë, doni bollëk, a e ndjeni se bollëku është i sigurt për ty? A ndjesh i sigurt të kesh bollëk? A ndjesh i sigurt të kesh bollëk? Kesh gjithçka, kesh liri financiare, kesh më shumë se ç'ke imagjinuar? A ndjesh i sigurt ta kesh të gjë? Shumë njerëz më kanë thënë që jo, sepse kur kanë qenë të vegjël, prindrit janë zënë për lekët, dhe lekët i kanë parë si diçka e pasigurt. Dhe ata mendojnë tani sikur të manifestojnë lekë në të ardhmen, ajo është diçka e pasigurt dhe do indikojë që të zihen. Fakti është komplet e kundërta. Ka kaq shumë gjëra që faktikisht ti mund t'i dhurosh vetes, në qoftë se ke bollëk, pse jo? Pse jo? Çfarë është tjetër e pasigurt për njerëzit? Do ju them diçka që ndoshta disa nga ju do e kuptojnë, por disa të tjerë do duket e çuditshme. Për shumë veta e pasigurt është dashuria. Dashuria është e pasigurt për shumë veta. Dhe shumë veta e kanë shumë të vështirë të manifestojnë një dashuri të pastër, të manifestojnë njerëz që i duan, të manifestojnë marrëdhënie për dashuri. Pse? Sepse dashuria për ta është e pasigurt. Sepse kur kanë qenë të vegjël, mënyra se si i kanë dashur, kanë qenë nëpërmjet dhunës. Dhe ata dashurinë e kanë parë, i ka ardhur nëpërmjet dhunës. Dhe nuk e kanë përjetuar asnjëherë dashurinë. Dhe ajo që ndodh këta persona në momentin që marrin ritën dhe ndodh që lidhen me një person dhe marrin dashuri të pastër, dashuri të vërtet, pa dhunë, pa ofendime, pa sulme, atëherë ata ndjen të pasigurt. Ndjen të pasigurt sepse sistemi nervor nuk e njeh dashurinë e pastër. Sistemi nervor tek ata nuk e njeh dashurinë e pastër. Dhe është diçka e panjohur për ta. Është komplet e panjohur, dhe thonë, çfarë është kjo? Dhe kur sistemi nervor përjeton diçka të panjohur, në këtë rast dashurinë, atëherë thotë që jemi në një territor të rrezikshëm. Dhe ka ndodhur disa raste, më kanë treguar disa raste, dhe besoj që është diçka edhe më e shpeshtë. Qoftë vajza me djalin ose djali me vajzën, ka një lidhen të dy së bashku, dhe në momentin që vajza i thot djalit ose djali i thot vajzës që të dua shumë, dhe i shpreh dhe i tregon dashuri të pastër, i është aty për të, i bën çdo gjë për të, sillet në formën më të mirë për të, pra bën gjithçka, atëherë ajo ose ai, pa pritur dhe pa kujtuar, friksohet dhe ikën. Ka shumë raste të tilla. Dhe pastaj kur e pyet që pse ike, pse më le, pse më braktise, pas gjithë asaj dashurie, pas gjithë asaj që të dhash, përgjigjja është se pata frikë. Pata frikë. Dhe arsyeja është pikërisht në fëmijëri. Ajo dashuri për ta është e pasigurt, është e rrezikshme. Është diçka të cilën nuk mund ta procesojnë dot, nuk mund ta kuptojnë dot. Dhe është ajo që ndodh edhe në meditim. Pra në momentin që në qoftë se je në ankth, depresion, dhe për ty gjendja e natyrshme është të stresohesh, është të mërzitesh, është të hedhësh karige në ajër, ajo është në rastin që njatosemi. Në qoftë se për ty është gjendja e zakonshme që të jesh gjithkohës i stresuar, i friksuar, i ngarkuar, nëse për ty kjo është gjendja e zakonshme, atëherë duhet ta kuptosh që për sistemin tënd nervor, sistemi jot nervor këtë gjë e percepton si diçka të sigurt. Dhe në qoftë se të vjen dikush që të do shumë, pra në qoftë se të vjen dashuri, të vjen paqe, nëse vjen meditimi dhe të thotë unë të dua shumë. Ka paqe për ty, ka siguri për ty, ka mbrojtje për ty, ka qetësi për ty, dhe ti në qoftë se fillon dhe mediton,
Dhe fillon të ndihesh i qetë, fillon të ndihesh, fillon ato ndjenjat e para të dashurisë, të falënderimit, të qetësisë, të paqes. Çfarë ndodh me sistemin nervor? Çfarë ndodh? Pra dua t'ju them se çfarë ndodh brenda jush, është që sistemi nervor mund të thotë që unë nuk ndihem i sigurt këtu. Nuk ndihem i sigurt, edhe çfarë ndodh me trupin? Trupi kërkon të lëviz, ndonjëherë frymarrja fillon, njerëzit fillojnë të çlirohen emocionalisht. Fillojnë emocionet brenda tyre fillojnë të çlirohen. Dhe çdo gjë është emocionale. Ajo që ndodh, fillon meditimi, fillon të ndihesh në paqe, fillon të ndihesh i sigurt, i mbrojtur, dhe ka një çast shumë të rëndësishëm për të gjithë ju që dua të jeni të vëmendshëm. Mos e refuzoni. Mos e refuzo paqen, mos e refuzo dashurinë, mos e refuzo. E di që trupi jot do thotë jo, ik. Trupi jot do të thotë ndonjëherë frymëmarrje të shpeshta, ndonjëherë fillon krahërori, fillon të reagoj edhe ti thua, jo, se më kapi ankthi. Nuk është ankth. Nuk është ankth. Është ai çasti që vajza i thot djalit të dua shumë dhe djali ikën dhe ja mbath. Mos ja mbath. Meditimi po të thotë që të dua shumë, mos ja mbath, mos ik, mos e lër, mos e braktis. Mos e braktis veten. Sa e pa kuptimt të duk ajo historia e djalit dhe vajzës që të tregova. Aq e pa kuptimt është edhe braktisja që ti i bën vetes. Kur në meditim fillojnë edhe ato ndjenjat afro të paqes, të dashurisë, të gëzimit, të relaksimit, të qetësimit, të pranimit. Mos ik, mos u bëj si ai djali që braktisi vajzën, ose e kundërta. Mos e braktis veten tënde. Sepse trupi, në qoftë sidomos për personat që sapo e nisin meditimin, që janë në ankth dhe kanë shumë ngarkesa, e di që trupi do reagoj. Ti e di që trupi do reagoj. Ti e di që trupi do thotë dashuria është e pasigurt për mua, dashuria është e panjohur për mua, paqja është e panjohur për mua. Po ti je këtu për të pranuar paqen, ti je këtu për të pranuar dashurinë, ti je këtu për të pranuar veten, ti je këtu për të pranuar gjithë veten tënde, për të mos ta braktisur më kurrë. Dhe ti je këtu për të pranuar gjithçka brenda teje. Dhe e di që vjen një moment që ato emocione ndonjëherë përballim me ato emocione, po kuptoj që çdo ditë je duke përballur me ato emocione. Dhe në qoftë se ulesh një moment me veten tënde dhe sjell vëmendjen këtu dhe tani, përse shpirti ka ikur? A e dini përse shpirti ka ikur? Sepse kam një orë që po ju tregoj se shpirti është burgosur në të kaluarën dhe në të ardhmen. Po a e dini përse shpirti është burgosur në të kaluarën dhe në të ardhmen? Përse nuk është këtu në pikën 0? Përse nuk është këtu në zemër shpirti? Përse ka ikur? Jo se ka ikur. Se mos mi merrni fjalët kështu, mos mi merrni fjalët shablon, si të thuash. Merrni një çik me alegori. Se dalin ca dhe thotë shpirti ka ikur pastaj. E përdorin për ato teoritë e tyre. Kështu që pse vëmendja ka ikur në të kaluarën dhe të ardhmen? Pse nuk është në zemër? Përse? Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që këtu brenda nesh ka emocion. Ka emocione, trupi ka ngarkesë emocionale, ka kimikate emocionale. Ka ngarkesë emocionale. Dhe shpirti nuk do që ti përjetoj ato emocione. Nuk do të jetë aty me ato emocione. Ne i kemi shtypur në maksimum ato emocione. Na kanë lënduar, kemi shtypur. Na kanë braktisur, e kemi shtypur. Na kanë sulmuar, e kemi shtypur. Na kanë kritikuar, e kemi shtypur. Nuk kemi duruar dot, e kemi shtypur maksimalisht. Dhe madje këtu janë dhe pjesë tonat të papranuara. Kemi shumë pjesë brenda nesh që janë të papranuara nga njerëzit. Dhe kjo nga Carl Jungu quhet hija. Dhe hija nuk është gjë tjetër veç se janë pjesë tona të papranuara. Nuk është hija diçka hija.
është thjesht pjesë e papranuar. Mund të jetë një pjesë e jotja që kur ke qenë i vogël ka qenë një pjesë plot entuziazëm, plot jetë, plot gjallëri. Ajo pjesë është shtypur. Ajo pjesë kur ti je treguar, dhe sidomos ndonjëherë ndodh tek fëmijët e vegjël kur janë duke luajtur, janë duke gëzuar, duke janë dhe në atë çast i vjen një sulm i mirë, një dru i mirë nga prindrit, aty ndodh një traumë që në momentin që ti ishe duke shprehur pjesën tënde të lumtur, allegro, të gjallë, ajo pjesë sulmohet. Dhe shpesh ato pjesë shtypen brenda nesh. Dhe ajo quhet hije. Janë pjesë të jashtëzakonshme. Po janë shtypur. Sepse ne mendojmë keq për veten tonë. Ne mendojmë keq për ato pjesë. Ne e gjykojmë veten tonë që kemi ato pjesë brenda nesh. Ne gjykojmë emocionet tona, gjykojmë që kemi inat, gjykojmë që kemi përjetuar, gjëra që kemi përjetuar, gjykojmë veten tonë shumë. Dhe jemi shtypur. Dhe shtypja, pra nga shtypja që ndodh këtu, vëmendja jon nuk qëndron dot këtu. Ikën ose në të kaluarën ose në të ardhmen. Dhe e ka më mirë ndonjëherë të ngelet në përmendime negative, si më ndodhi kështu, si më ndodhi ashtu, si ndodhi kjo kështu, si ndodhi ajo ashtu, pra duke menduar, sa të jetë këtu dhe të ndjej. Dhe është më mirë ndonjëherë, sidomos për egon, është më mirë që ta çoj vëmendjen këtu tek e ardhmja, të mendoj për diçka që nuk ekziston, po sikur të ndodhi kjo, po sikur të ndodhi ajo, po sikur të jetë kështu, pa të mendoj për diçka që nuk ekziston, sesa ta çoj vëmendjen këtu dhe të ndjej atë që ekziston. Po është diçka, është vetëm një çast, është vetëm një moment, që në qoftë se ne gjejmë guximin, nëse ti gjen guximin, sepse në një farë mënyrë çfarë humb? Çfarë humb të shkosh thellë brenda vetes tënde? Çfarë humb të japësh leje zemrës tënde të ndjej gjithçka? Çfarë humb të lejosh veten tënde të sjellësh vëmendjen këtu dhe tani, ta lejosh veten të ndjej gjithçka, ndjej çdo gjë që ti je gati të ndjesh. Mos e nxit, sepse ne në meditim nuk nxisim asnjë gjë. Nuk i nxisim emocionet negative. Madje nuk nxisim as emocione, asnjë lloj emocioni. Nxisim normalisht dashurinë, falënderimin. Por çfarë humb të vish këtu në zemrën tënde, ta lejosh veten të ndjej. Lejoje veten të ndjej. Çfarë humb që të vish këtu dhe të mos ta gjykosh veten, të japësh vetes pranim, të japësh vetes dashuri, çfarë do lloj përjetimi që ka trupi kur ti vjen këtu, çfarë përjetimi ke? Çfarë do lloj përjetimi? Ka njerëz që trupi fillon ka ato sikletet, ka ato mendimet negative, ka ato ndjenjat, ka ato ndjenja negative që ndoshta po çlirohen, po pastrohen. Çfarë humb të qëndrosh aty? Dhe ti lejosh ti të pranosh veten, të japësh vetë dashuri në momentin që je duke i përjetuar ato. Vetëm 30 sekonda mund të jenë, 30 sekonda iku mbaroi. Dhe çlirove veten përfundimisht. Ndërkohë që ti je duke qëndruar, ke 30 vite ndoshta që qëndron në të kaluarën, ke burgosur veten në të kaluarën, ke burgosur veten në të ardhmen, dhe prapje duke i ndjer ato emocione, prapje duke u ndjer keq e mos më keq, prapje duke e bërë atë gjë. Madje shumë herë më keq, në qoftë se ne jetojmë një kohë që nuk ekziston. Jetojmë të kaluarën, jetojmë të ardhmen. Çfarë i bëjmë vetes? Përse e kemi lejuar veten të ngecim dhe ta vendosim vëmendjen tonë në një person që ndoshta as nuk është më në jetën tënde, për diçka që ka ndonjë konflikt që ka ndodhur që as nuk ndikon më fare tek ti, për një person i cili ndoshta ai ka vazhduar jetën e vet, ajo ka vazhduar me jetën e vet. Ti ke qëndruar në vend. Ke qëndruar në vend duke menduar për ata. Ndërkohë që ata vazhdojnë me jetën e tyre. Dhe çfarë humb ta kthesh vëmendjen tek vetja jote dhe të ndjesh brenda teje çfarë ka brenda teje. Të siguroj që nuk është kur asnjëherë nuk është më e dhimbshme se sa ngarkesa që ndjen kur ri në të kaluarën ose në të ardhmen. Është një çlirim shumë herë më i madh.
Sepse ti je me veten tënde, je me zemrën tënde. I jep zemrës leje të ndjej. Edhe sepse ankthi është një tenxhere me presion, është shtypja më e madhe emocionale që njerëzit i bëjnë vetes. Shtypje e madhe emocionale. Absolutisht nuk do të ndjesh asnjë gjë brenda teje, nuk një gjë, do ke një në një farë mënyrë edhe na është imponuar nga shoqëria, një gjykim i madh për veten, që ti duhet të jesh perfekt, duhet të jesh kështu, s'ke pse të jesh perfekt, s'ke pse të bësh asnjë gjë. Lejoje veten të jesh ashtu si ti je. I vërtet, i autentik, i vetja jote, hiqi maskat, varja gjithçkaje, varja fjalëve, varja njerëzve, qëndro në zemrën tënde dhe ndjej gjithçka brenda teje, mos e shtyp në veten. Edhe shumë njerëz vrapojnë dhe ikin larg nga Kjo është vrapim, të ikësh larg nga vetja jote, nga zemra jote. Por nëse ikën nga zemra, ikën në të kaluarën ose ikën në të ardhmen, atëherë do jenë ose në depresion ose në ankth. Mos i ik më vetes. Dhe mos dëgjoj ata që thonë se jo, se meditimi jo të jep kështu, të jep ashtu, asnjë gjë nuk të jep meditimi. Meditimi të liron dhe të çliron. Dhe në qoftë se dikush ka dështuar ose nuk do ta pranoj veten tënde, nuk ka pse të ndikojë edhe ty që ti mos pranosh veten tënde. Meditimi është rikthim i vëmendjes në zemrën tënde. Rikthimi i vëmendjes këtu. Dhe në çastin që ti rikthehesh këtu, i jep vetes plotësisht një pranim, një dashuri, do lidhemi me dashurinë, do ngrejmë energjinë shumë lart. Tani do bëjmë disa teknika bashk. Për të relaksuar sistemin nervor, sepse është formulë. Ne me Marvini kemi krijuar është formulë matematikore. Dhe ato çlirime që ndodhin në retreat, ato shërime që ndodhin edhe në trajnim, kemi trajnimin 6 javor tani. Nuk i kam parë në asnjë vend. Dhe ne kemi qenë në evente ndërkombëtare. Me 2000 veta dhe mund të ketë edhe maksimumi 10 çlirime dhe kanë qenë persona që kanë qenë tek retreati jon, kanë qenë edhe në evente ndërkombëtare dhe kanë bërë krahasime dhe kanë thënë nuk ka. Madje aq shqiptar sa kanë hapur zemrën me ne, mund të ketë në arenën ndërkombëtare që mund të kenë hapur zemrën. Aq shumë. Sepse është formulë. Për çdo gjë ne e bëjmë për ju. Shikoj çdo detaj. Bashkë me Marvinin ne kemi parë çdo detaj. Ne shikojmë çdo detaj, sepse çdo gjë ndikon. Çdo gjë ndikon ambienti, ndikon muzika, ndikon vendi, ndikon drita, ndikon gjithçka. Dhe ambientin për shembull në retreat me zi e pres, Tani faktikisht normalisht duhet të kishte qenë periudha që ne bënim retreatin. Por që kësaj radhe e kemi në tetor dhe me zi e pres. Momentet që në çastet që ne kemi patur retreatin kanë qenë çastet magjike, sepse kemi krijuar mrekulli. Në ato momente që shpirti rikthehet në zemër, hapet zemra dhe personat janë në atë çast, në atë pikën e përjetësisë, në atë pikën zero, kur energjia është rikthyer në trupin e tyre. Dhe keni idenë se çfarë krijojnë. Ata kanë manifestuar në kohë reale, kanë zgjidhur probleme në kohë reale, i kanë marrë në telefon, i kanë thënë që është zgjidhur. Janë shëruar në kohë reale. Janë krijuar mrekulli, janë ngritur më këmbë në kohë reale. Kemi krijuar mrekulli bashkë dhe do krijojmë mrekulli. Po çdo gjë e bëj për ju. Çdo gjë e bëj për ju dhe çdo gjë është e mirë menduar. Çdo gjë është e mirë menduar. Dhe investojmë shumë. Është një sallë e madhe në hotel. Dhe normalisht ajo është sallë e madhe për të ngrënë. Por që edhe stafi më ka thënë që Artemis ta lëm kështu dhe unë i kam thënë absolutisht nuk e lë kështu. Nuk e lë kështu, ata janë njerëzit e mi dhe njerëzit e mi do kenë maksimumin. Do marrin maksimumin dhe kemi investuar që çdo vit e shtrojmë tapet, vendosim përre të zeza, krijojmë një ambient perfekt,
ambient perfekt meditimi, të standardeve që ju të keni maksimumin, të standardeve ndërkombëtare. Dhe kemi arritur aty rezultate të jashtëzakonshme. Pra është një ambient sepse unë dua që të jetë pak errësirë, pasi gjëndra pinale ka nevojë, pra kimikatet në trupin ton ka nevojë për errësirë që të çlirohen nga trupi jon. Pra çdo gjë është e mirë menduar. Ne jemi vetë mjek, e dim si funksionon fiziologjia dhe e dim që një gjë e vogël ndikon shumë. E shtojmë me tapet, vendosim, pra që bëjmë çdo gjë për ju. Kështu që edhe tani së fundi kemi para se të nisë me meditimin, do të lajmëroj edhe për që kemi trajnimin online 6 javor. Në 12 qershor nisim trajnimin online. Në qoftë se keni dëshirë të futeni thellë, të punoni bashkë me ne çdo ditë për 6 javë për ankthi, për depresionin, por dhe për të krijuar një jetë të re, do futemi thellë me teknika, me meditime, me teknika të ndryshme të frymëmarrjes, të aktivizimit të nervit vagus. Kështu që futemi thellë dhe në qoftë se ti arrin që të integrohesh, të sjellësh vëmendje te vetja jote, të marrësh një vendim të fuqishëm që të thuash unë për këtë periudhë kohë do i kushtohem vetes time, do i kushtohem që komplet gjithë vëmendjen time ta sjell tek vetja ime dhe do fokusohem dhe do marr vendimin që këtë vëmendje ta sjell në zemër, të liroj sistemin tim nervor, të hap zemrën time, të çliroj mendjen time dhe të përjetoj atë se çfarë është në të vërtetë. Dashuria pa kushte, të përjetoj pastaj, ta lejoj të ndodhi falja, ta lejoj dhe njerëzit ju ndodh falja, dhe njerëzve ju ndodh falënderime, dhe njerëzit fillojnë të jenë falëndërues, sepse është e rëndësishme të jesh falëndërues. Fillon të jenë falëndërues për jetën, falëndërues për çdo gjë që ju ka ndodhur, falëndërues për zemrën e tyre, për ujin që pinë, për ushqimin që hanë. Janë falëndërues. Dhe ato zemra hapen, në atë çast që ato zemra qajnë nga lotët e faljes. Dhe ato buzë qeshin nga gëzimi i falënderimit. Dhe kjo ndodh. Atëherë thot që unë tani kam frikë të dëgjoj meditimin. Në qoftë se çfarë do të thot ti ke, për shembull se këtë mund ta kenë shumë veta, kanë frikë të dëgjojnë meditimin. Çfarë do të thot ke frikë të dëgjosh meditimin? Do të thot që ke frikë të takosh veten tënde, të lidhesh me veten tënde. Çfarë ka brenda teje? Dhe të siguroj se është iluzion, në qoftë se ti mendon se çfarë ka brenda teje, çfarë ka brenda memu, mos ka ndonjë gjë. Asnjë gjë nuk ka. Asnjë gjë nuk ka. Brenda teje je ti. Je ti. Brenda teje je ti. Është ndjesi. Çdo gjë që ndjen. Çdo gjë që ka brenda teje. Është vetja jote. Dhe shumë persona ajo që përjetojnë dhe tu ka lindur edhe koncepti i fëmijës së brendshëm. Tu ka lindur koncepti i fëmijës së brendshëm. Ajo që ndodh në meditim kur vëmendjen e kthen tek vetja jote, ndonjëherë të kujtohet vetja jote kur ti ke qenë e vogël. Të kujtohet vetja jote me çdo gjë që me shpresën që ke pasur, me guximin që ke pasur, me gëzimin, ato buzë qeshit, ato shpresën për jetën, ato dëshirën për të krijuar. Dhe qirohet zemra jote në atë moment. Dhe kupton, ajo që ndodh kur ti sjell vëmendje tek vetja jote, kupton se çfarë ti ke bërë vetes tënde dhe çfarë ti po vazhdon ti bësh vetes tënde. Për hir të botës po e shtyp veten tënde. Për hir të botës po i thua vetes se nuk ka mundësi. Për hir të botës, për hir të njerëzve, për hir që ti të pranohesh nga bota, që ti të pranohesh nga njerëzit, që për hir të gjithë atyre njerëzve që ndoshta në çastin e parë të braktisin. Ti lë veten tënde. Dhe ajo që ti takon në meditim është vetja jote.
janë pjesë të tuat të braktisura nga ty, për hir të botës. Dhe kur ti e sheh se çfarë pjesë të tua ke braktisur për hir të botës, mund të kesh braktisur atë pjesë që, wow, është e lirë, është e lumtur, është e çlirët, është e çliruar përfundimisht nga gjithçka. Ti mund të takosh atë pjesë tënde që ka entuziazëm për jetën, atë pjesë tënde që ka ëndra, mund të takosh atë pjesë tënde që kishte një ëndër kur ishte e vogël. Mund të takosh pjesë të tua nga më të ndryshmet. Dhe vendimi është i joti. Çfarë do bësh? Sigurisht që ka njerëz që vendosin të refuzojnë sërish veten. Ka njerëz që vendosin të mos jenë falënderues. Të mos jenë falënderues për këtë çast, për këtë moment. Të mos jenë falënderues që ndoshta ti ke patur një çast që ke qenë vetëm dhe ke thënë o Zot, ha ka zgjidhje. Ha ka zgjidhje për këtë frikën time, ha ka zgjidhje o Zot. Dhe Zoti ta sjell zgjidhje. Dhe zgjidhja të vjen nëpërmjet meditimit, mund të vinë në forma të ndryshme, por meditimi është forma më e fuqishme që ti të lidhesh me burimin, me dashurinë, me veten, ta sjell. Dhe nuk je falënderues. Thua, wow, po kjo fillon frikën e projekton dhe të meditimi. A nuk është momenti ti jesh falënderues? A nuk është momenti të ndjesh një falënderim të thellë që erdhi çasti, lutjes ju përgjigj, burimi lutjes tënde ju përgjigj, dhe të tha ja, ec, hape derë, shko. Po është vendim. Dhe vetëm shpirtat më të guximshëm ose ata që janë lodhur e marrin këtë vendim. Sepse tani mund të kesh akoma energji. Për shembull ti që pyet, un kam frikë të futem në meditim. Ndoshta ke akoma energji. Ndoshta nuk je lodhur akoma. Ke energji të kesh frikë, ke energji akoma të kesh mendime negative, ke energji akoma të mendosh për të kaluarën, ke energji akoma brenda teje që do t'ja dhurosh botës, do t'ja dhurosh këtij, atij, asaj. Ndoshta ke akoma energji për të harxuar. Po ata që të gjithë energjinë e tyre kanë harxuar, ata i cili shpirti i tyre është lodhur, ka arritur kulmin, që çdo pikë të energjisë brenda tyre bota ja kanë marrë. Që çdo që kanë arritur atë moment, sa thon nuk duroj dot më, o Zot, do futem në meditim, do shkoj brenda vetes time, do ndjej atë zemrën time, do jap falënderim, do jap paqe, do jap jetë, do ndjej çdo gjë brenda meje. Edhe ndoshta janë ata persona që janë lodhur kaq shumë që nuk kanë më energji, as për të pasur frikë, as energji më nuk kanë për mendime negative. E ka arritur këtu. E thon varja. Dhe janë ata persona që i gjithë guximi, i gjithë forca, i gjithë vullneti i rikthehet si papritur, i rikthehet gjithçka. Dhe janë ata persona që kur shkojnë në zemër, ata gjejnë dashurinë. Sepse janë ata persona që kanë pranuar veten plotësisht. Janë ata persona që janë lodhur aq shumë sa çdo emocion, janë lodhur aq shumë që kanë kaq vite që i ndjen ato emocione, që kanë kaq vite, thon aj se po të pranoj me dashuri, të dua vetja ime. Kam ikur nga vetja ime kaq vite, kaq kosa u lodha dhe kam mall për dashurinë. Dhe janë ata persona që kur sa nisin meditimin, trupi nuk u bën rezistencë, nuk kanë asnjë rezistencë në trupin e tyre, madje trupi mezi pret çlirimin, mezi pret lidhjen me zemrën. Kur shkojnë në zemër, zemra u hapet direkt. Dhe kam patur persona të cilët kanë qenë, nuk kanë ditur se çfarë ishte meditimi, kanë qenë 30 vite të bllokuar në të kaluarën e tyre nga disa ngjarje traumatike. Dhe në atë moment që kanë shkuar në zemër, a mendoni se kanë përjetuar ngjarje traumatike? Jo, absolutisht jo. Ata janë lodhur, ishin lodhur nga ngjarje traumatike. I kishin përjetuar aq shumë në kokën e tyre, në mendjen e tyre, sa ishin lodhur nga ato.
Po kur shkuan në zemër, takuan burime, takuan dashurin pa kushte. U lidhen me një energji aq të madhe, një çlirim aq të madh, sepse kishin mall. Një mall aq të madh për lirin. Dhe kjo ndodh. Po është e rëndësishme të kuptojmë të vërtetë. Se çfarë po i bëjmë vetes tonë? Çfarë po i bëjmë vetes tonë? Dhe nëse nuk e kuptojmë tani, do ta kuptojmë një moment. Do vi momenti do e kuptojmë. Se çfarë po bëjmë. Dhe ishte diçka që po lexoj pak komentet. Na tregon më shumë për nervin vagus, aktivizimi i nervit vagus ndihmon në çlirim. Një moment. Po drejtoj pak kamerën. Aktivizimi i nervit vagus ndihmon shumë në shërimin e ankthit dhe të depresionit. Dhe aktivizimi i nervit vagus ne e bëjmë në trajnim, pra kam shumë teknika për aktivizimin e nervit vagus në trajnim 6 javor që bëj, dhe ajo që bëj, pra teknikat kanë të bëjnë me të ftohtin, pra aplikimi të ftohtit, kanë të bëjnë me frymëmarrjen, pra një frymëmarrje e cila është 4 sekonda brenda dhe 8 sekonda jashtë, pra frymënxjerrja gjithmonë më e dyfishme e madhe se sa frymëmarrja. Ka masazhe, pra masazhe të ndryshme, masazhe të qafës, pika ku kalon nervi vagus të ndryshme, pra masazhe, nxjerrja e zërit, për shembull kur merr frymë dhe nxjerr frymën, e nxjerr me zë, dhe po e nxorë me zë aktivizon nervin vagus. Pra këto janë shumë teknika të cilat janë për te meditimit, që aktivizojnë sistemin nervor në një formë të tillë që ti do e relaksosh dhe do aktivizosh sistemin e rigjenerimit. Sepse personat që janë në ankth është i aktivizuar sistemi simpatik. Pra vagusi është nuk janë në sistemin parasimpatik. Pra vagusi nuk është i aktivizuar. Atëherë. Atëherë për në meditim, në qoftë se përjetoni emocione në meditim, ato emocione që ju përjetoni në meditim, ato nuk dalin nga meditimi. Ato janë emocione që ti ke nevojë ti pranosh, të pranosh veten tënde, jo të pranosh emocionet negative, po të pranosh veten tënde me dashuri që i ke përjetuar ato emocione. Në një farë mënyre të ka ndodhur ajo gjë. Nuk është të ka ndodhur ato ngjarje. Dhe ato emocione brenda te aty janë. Nuk është se dolën tani. Nuk dolën tani ato emocione. Po në qoftë se një person nuk pranon veten, nëse një person refuzon veten, shtyp veten, atëre ka ankth. Nëse një person shtyp veten e tij, haron veten e tij, braktis veten e tij, sulmon veten e tij, atëre kjo është arsyeja e ankthit. Edhe jo se bëre meditime dhe u shkaktua diçka, jo. Ke depresion dhe ke ankth sepse po shtyp veten. Ke braktisur veten, ke haruar veten, për hir të botës, për hir të gjithë njerëzit e tjerë të jenë mirë, ti do të vuash? Nuk ka kuptim. Po personat të cilët janë shëruar dhe kanë çliruar veten, kanë kaluar për te këtyre emocioneve. Nuk është se ka dalë një emocion e ka doli ky emocion, tani unë do ikë do vrapoj. Mos bëj prapë të njëjtën gjë që po bën. Pra është shumë e rëndësishme. Sepse këtë gjë po bën. Ka një gjatë ditës. Meditimi është lidhje me veten, meditimi përjetohet,
kur ti mbyll sy dhe mediton, je me veten tënde, je me zemrën tënde, je duke çliruar veten. Ndërsa emocionet negative ti ka shkaktuar bota, njerëzit, ata jashtë. Dhe nuk ke arritur do të ti çlirosh nga trupi jot. Janë depozituar si kimikate brenda te, nuk ke arritur do të ti çlirosh. Dhe emocionet negative mund të çlirojnë në çdo mund të dalin në çdo lloj momenti. Dalin një atak paniku, një ankth, një emocion negativ, një mendim negativ mund të ndodh në çdo lloj moment gjatë ditës. Ndodh një konflikt, ndodh një emocion negativ. Pse ndodh? Sepse nuk pranojmë veten, nuk e duam veten, braktisim veten, ikim vetes, nuk e durojmë dot veten ashtu, sepse nuk na ka mësuar njeri si të duam veten tonë. Dhe këtë gjë ne e bëjmë bashkë në punën tonë. I mësojmë njerëzit se si të duan veten, të pranojnë veten, të jenë me veten e tyre. I mësojmë njerëzit se si të çlirojnë përfundimisht nga këto emocione negative. Se si të çlirojnë, të lëshojnë këto emocione negative. Sepse këto emocione negative ti mund të përjetosh kur të dua, kur ato çlirohen. Ka momente që dalin je fare mirë, je bukur mirë dhe del një frikë, del një mendim negativ. Po pse nuk e liron dot? Sepse nuk pranon veten. Bota nuk na ka mësuar si të duam veten tonë. Bota na mëson si ta shtypim veten tonë sepse i leverdis. Po nuk na mëson si ta lirojmë veten tonë. Dhe një person që liron veten e tij është një person i lirë. Është një njeri i cili nuk komandohet. Sepse vetëm ata persona që shtypin veten e tyre, vetëm ata mund të komandohen. Mund të viktimizohen kollaj, mund të vendosen në frikë kollaj, dhe ty po të vendosen në frikë të komandojnë. A nuk ja vlen ta lirosh veten tënde? Dhe këtë gjë bëjmë. Çlirimi i shpirtit. Tani është një koment dhe thot a është e vërtet që gjatë meditimit emocionet e së kaluarës ndikojnë jo mirë dhe është e domosdoshme që të jemi në kontroll të personave adekuat, mentorëve adekuat. Tani gjëja e parë është që edhe unë dhe Marvini jemi e para punës jemi profesionist, jemi mjek, kemi 20 vite që punojmë me këtë dhe 10 vite faktikisht jemi trajnuar për meditim, po 20 vite jemi trajnuar për mjeksi, jemi trajnuar për kërkim, jo vetëm për kërkim shkencor, jemi trajnuar për teknika të ndryshme të meditimit, të frymëmarrjes, të çlirimit emocional dhe e lëm më njan këtë pjesën e profesionalizmit, po ne kemi parë, pra me mënyra më e mirë për të çliruar trupin është që ne në fillim të ngrejmë energjinë, të lidhemi me zemrën, të lidhemi me burimin, me dashurinë pa kushte, dhe në ato momente kur ti je i lidhur me dashurinë pa kushte, në ato moment i jep vetes pranim dhe dashuri. Dhe ne ju orientojmë për të bërë pranimin me dashuri. Tani, këto gjëra që ju dëgjoni, që kanë dalë disa persona, edhe thonë këto gjëra, këta persona janë të dështuar dhe nuk kanë arritur që të pranojnë veten plotësisht. Pra, në një farë mënyre mund të jenë përpjekur me meditimet dhe ka ardhur momenti i pranimit të vetes. Pra, ka ardhur momenti që të pranojnë veten plotësisht, të jenë aty për veten e tyre. Ta duan veten dhe me dritën dhe me hijen e tyre. Edhe me pjesët e pranuara. Po është e vështirë. Dhe vetëm persona që kanë qenë në retreat e dinë se sa e vështirë është të pranosh veten tënde. Po ka disa persona që refuzojnë të pranojnë veten e tyre, nuk duan të pranojnë veten e tyre. Duan të vazhdojnë të jetojnë iluzion. Po përse tani ju do të jeni pre e disa personave që për veten e tyre duan të shtypin veten dhe të thonë edhe ty shtyp edhe ti veten. Mos e prano veten tënde, mos e liro veten tënde, mos e liro emocionet e tua, mos e çliro veten tënde. Përse do të jeni pre këtyre personave?
sepse është diçka që kjo botë gjithmonë njerëzit është përpjekur që ti burgosi shpirtin. Dhe jo gjithmonë do vi dhe ju do shikoni, jo gjithmonë do jetë e qartë për ju. Sepse këto fjalë mund të vinë edhe nga persona të besueshëm, mund të vinë nga familjar, to fjalë kufizuese, janë fjalë kufizuese. Mund të vinë nga burime nga më të ndryshme, ndoshta edhe nga persona që ju keni besim. Po ju duhet të merrni një vendim për veten tuaj. Të kuptoni vërtet se meditimi dhe në një farë mënyre afrimi me veten tënde, pranimi vetes tënde, që ti japësh vetes pranim dhe dashuri, është çlirim i shpirtit. Dhe në atë moment ti nuk e shtyp më veten tënde, nuk e shtyp me emocionet e tua, ti e do veten tënde, pavarësisht gjithçkaje. Dhe merr vendimin të japësh vetes dashuri, ti je falëndërues, Ti je falëndërues për çdo gjë që ke. Dhe në momentin që e bën dhe e ndjek, dhe personat faktikisht, për shembull në retreat, personat në trajnim që i kemi në mbikëqyrje, ja dalin absolutisht, sepse e kuptojnë, ne i qëndrojmë aty te koka. I qëndrojmë te koka dhe e kuptojnë shumë mirë. Ja dalin absolutisht. Dhe ne, ajo që ndodh në trajnime, në retreat, është mrekulli. Njerëzit hapin zemrën sepse pranojnë veten. Çlirohet një energji aq e madhe, lidhen me burimin, lidhen me dashurinë. Dhe ne në retreat kemi hapje zemre rekord ndërkombëtar, nuk keni për të gjetur as edhe një lloj retreati, as në Shqipëri as ndërkombëtar që ka kaq shumë hapje zemre. Sa që ndodh tek ne, dhe tani e them me plot gojë. Mirë, tani do filloj meditimin, sepse për ndryshe është diçka, është vendim. Dhe çdo person vjen në çastin e dur, vjen në momentin e dur. Kam një video në YouTube për nervin vagus, mund ta hedh pastaj. Atëherë, ajo që do bëjmë, unë nuk po I lexoj tani të gjitha komentet. Më kanë kaluar shumë komente, nuk arrit do t'i lexoj. Atëherë un po I mbyll një moment. Po I mbyll një moment komentet, nëse kishte ndonjë pyetje specifike do ta diskutojmë më vonë, po tani do nisim me meditimin. Dhe si e thash, atëherë, shumë e rëndësishme që në fillim fare të ngrejmë energji. Atëherë, në qoftë se personat që janë nëse je në depresion, energjia është e ulët. Dhe çfarë ke nevojë të bësh në fillim? Ke nevojë të ngresh energjinë. Të ngresh energjinë lart. Por në qoftë se je në ankth dhe sistemi simpatik është I aktivizuar, atëre ke energji në trupin tënd, por dua që të bësh këtë ushtrim. Pra në qoftë se ke shumë energji brenda teje dhe ke ndjesi të ndryshme, ke siklete të ndryshme, ke mendime të ndryshme negative, pra ka shumë aktivitet brenda teje. Atëherë diçka që do bësh është që mendjen tënde do ta bësh trik, pra është një trik, do t'i thuash mendjes tënde, ky nuk është ankth,
ky nuk është ankth, sido që të ndihesh tani, po ky është gëzim. Ky është gëzim, ky është në anglisht është excitement. Wow. Sepse unë para shumë vitesh që ju tregova se kam pasur ankth dhe kisha ankth kur dilja në sken për të prezantuar kërkimet shkencore. Dhe gjeta një teknik e cila në momentin që ngrihesha në sken dhe kisha ato sikur më merrej fryma, më gjithë trupi më bushej miza, më ngurtësoheshin, gjithë ato simptomat, edhe thosha me veten time që ky nuk është ankth, kjo nuk është frikë, kjo është excitement. Wow, unë jam shumë e lumtur, jam shumë e gëzuar që do dal këtu përpara 400 vetave, do flas për kërkimet e mia shkencore, do shpreh veten, do flas, edhe ky është gëzim. Kjo është hera ime e parë që po dal po flas. Edhe ky nuk është ankth, thosha ky është gëzim. Dhe në fakt, në të vërtet, nga ana fiziologjike, ajo entuziazmi ajo excitement që është në anglisht, entuziazmi fiziologjikisht ngjan shumë me ankthin. Ngjan fiziologjikisht. Kështu që mundesh të bëje këtë trik dhe thuaj që ky nuk është ankth, por ky është excitement. Wow, trupi im është shumë i emocionuar, është i ngazëllyer. Ka shumë emocione brenda meje, që ka emocione gëzimi, lumturie, mezi pret të bëj diçka. Pra thoja këto fjalë vetes, do shikosh se fjalët që ne i themi vetes do fillojnë të riprogramojnë sistemin nervor, të shtojnë rrugë të reja nervore. Dhe do ndihmojnë shumë